Një debat i ashpër është zhvilluar sot mes banorëve të BBV, Ola dhe Gjesti, ku tensionet arritën në kulmin e tyre. Ola, duke mos u kursyer, ia përmendi Gjestit ish partneren e tij Xhenetën, e cila kishte luajtur një rol të rëndësishëm në mbështetje të tij. Gjatë përleshjes verbale, ajo e akuzoi Gjestin se nuk e kishte vlerësuar dashurinë dhe mbështetje që ajo i kishte ofruar. Ti nuk e doja atë që të ka larë, të ka mbrojtur, të ka dashur, ti nuk e doje. Doja atë që të keq trajtonte. Kjo situatë nxori në pah përvojat e shumta emocionale që ndjejnë banorët e BBV, të cilët shpesh përballen me njohuri të vështira dhe testime personale. Debati ka sjellë një reflektim të thellë mbi marrëdhëniet dhe përkushtimin mes individëve brenda këtij mjedisi. Banorët jo vetëm që duan të kenë një zë, por gjithashtu kërkojnë të përballen me së vërtetës dhe sfidave që dalin përpara tyre. Pas fjalëve të kërkueshme të Olës, reagimi i Gjestit ishte po aq i fuqishëm. Ai u përgjigj me akuza për Olën, duke pretenduar se ajo gjithashtu kishte pasur zakon të bënte marrëdhënie jo të shëndetshme. Kjo situatë bëri që komenti dhe përfshirja e të tjerëve në debat të ishin të natyrshme, duke përfshirë lidhjet e ngushta dhe miqësitë e brendshme mes banorëve. Debatet në BBV shpesh kalojnë qartë përtej një show televiziv, duke reflektuar dinamikat e brendshme shoqërore. Banorët krijojnë lidhje emocionale të forta, por gjithashtu përballen me rivalitet të fortë dhe tensione. Kjo është një mënyrë për ta shpërfaqur anën e tyre më të sinqertë dhe sfidat e vërteta të jetës. Mëtej, debati u intensifikua kur Gjestit i u tha se duhet ta pranojë realitetin e marrëdhënieve që ka formuar. Ola e pyeti se si është e mundur që një person të vijë dhe të bashkëjetojë me njerëz duke i keq trajtuar e që në të njëjtën kohë të pret që të kuptojë dhe përkëdheli një tjetër, referuar Xhenetës. Ashtu si në çdo konflikt, ka nga ata që e mbështesin njërin gjysmën e bisedës dhe të tjerë që qëndrojnë në anën e palës tjetër. Kjo e bën mjedisin e BBV ende më të përfshirë e emocionues, duke shtuar intrigat dhe përballjet e reja mes banorëve, dhe zhvillimi i qëllimeve të tyre personale dallohet në çdo debat të tillë. Një element domethënës në këtë situatë është se shikuesit e kësaj telenove nuk janë vetëm pasiv, por angazhohen në mënyrë aktive me ngjarjet e përcaktuara në skenën e BBV. Me pasigurinë e marrëdhënieve dhe dëshirat e paplotësuara, kjo ngjarje na kujton se ndjenjat e njerëzit janë shumë të ndjeshme dhe shpesh herë nuk mund të shprehen lehtësisht. Sikur të ishin dhe në jetë, individët e BBV përballen me sfida të vështira dhe marrin vendime që do të determinojnë ardhmërinë e tyre në këtë mjedis dinamiku. Ndërsa debati vazhdon, shikuesit presin me padurim për të parë se si kjo situatë do të